Ka nisur mëngjesin e kësaj të hënë shpërndarja e fletëve të votimit tek shqiptarët që jetojnë jashtë vendit në funksion të pjesëmarrjes së tyre në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Zarfi që mban fletën e votimit dhe dokumentacionin e nevojshëm zgjedhor janë dërguar për zgjedhësit që kanë shënuar si vendbanim në Shqipëri, Qarkun, Berat dhe Dibër. Mësohet se çdo ditë do të ketë nisje të dokumentacionit zgjedhor për votuesit shqiptar në diasporë, të regjistruar në platformën elektronike të ngritur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Operatori i shërbimit postar do të dërgojë çdo ditë zarfet që janë bërgati nga administrata. Zarfet do dërgohen në 85 shtete të ndryshme të botës nga të gjitha kontinentet, nga ku janë regjistruar si votues qytetarë shqiptar. Të parët që do të marrin në dorë fletën e votimit dhe do të shprehin vullnetin e tyre janë shqiptarët e diasporës që kanë deklaruar se vendbanimi në Shqipëri e kanë në Berat dhe Dibër. Tentin e kaluar më datë 10 prill nisi vulosja e fletëve të votimit që do të vihet në dispozicion shqiptarëve të diasporës për zgjedhjet politike të 11 majit. Administratat e punojësit e kontraktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ishin vendosur në 12 tavolina të veçanta që korrespondonin secila me qarqet e vendit sipas shpërndarjes së fletëve të votimit. Pasi shpërndarja e fletëve të votimit do të kryhet bazuar në zonën zgjedhore ku zgjedhësit jashtë vendit janë regjistruar.